3. Debatet politike dhe reformimi i drejtësisë. Pjesa më e madhe e analizës narrative lidhet me vendimet dhe qëndrimet e Çelës në kontekstin e reformave ligjore dhe debatet parlamentare. Mediat i kushtojnë vëmendje veçanërisht ndikimit të tij në çështjet me interes publik dhe konfliktet e mundshme me aktorë politik, duke formosur një narrativ ku roli i tij shihet si një ndërthurje mes profesionalizmit dhe presionit politik. Analiza mediatike e vitit 2025 paraqit Olsian Çelën si një figurë kyçe në drejtsinë shqiptare me një imazh institucional relativisht të konsoliduar por të ekspozuar përtej sfidave të perceptimit publik dhe debatit politik. Narrativa e tillë sugjerojnë se efektiviteti i tij institucional vlerësohet nga media e specializuar, ndërsa perceptimi publik mbetet indikuar nga tensionet politike dhe pritshmëritë për rezultate konkrete në luftën e korrupsionit dhe mbrojtjen e ligjit. 4. Tendencat mediatike dhe tonet e raportimit. Analiza tregon se media shqiptare përdor një gamë të gjerë tonalitetesh kur raporton mbi prokurorin. Mediat mainstream zakonisht fokuson në ngjarje institucionale dhe deklarata zyrtare duke ruajtur një ton informativ dhe neutral, ndërsa mediat online dhe rrjetet sociale shfaqin shpesh një narrativ më kritike ose polemike, duke nxjerrë në pas sfida, debate dhe perceptimet negative në veprimtarinë e prokurorisë. Kjo ndihmon në kuptimin e mënyrës se si imazhi i Zotit Çela formosohet dhe transformohet në opinionin publik. 5. Qëndrueshmëria e imazhit dhe perceptimit publik. Pavarësisht kritikave të mundshme, Zoti Çela ruan një profil institucional të qëndrueshëm në media, por për këtë ndikim kontribuojnë transparenca në komunikim, reagimet ndaj akuzave publike dhe përpjekjet për të respektuar procedurat ligjore. Analiza tregon se media